Pavarësisht se jemi në stinën e vjeshtës dhe kemi hyrë tashmë në muajin e fundit të kësaj stine, në Vlorë me sa duket, ende nuk do të përfundoj behari. Moti mirë, dielli, temperaturat e larta, këtë vit nuk duan të ikin nga Vlora, në një qytet që sipas vlonjatëve nuk e dallon dot më se çfarë stine është. Qytetarët thonë se në Vlorë dimër nuk ka më, ku pavarësisht disa ditëve merret shiu, pjesa më e madhe e ditëve të vitit janë me diell, ndikuar sipas tyre edhe nga ndryshimet klimaterike si dhe ngroja globale. Por për qytetarët, këto temperatura për këtë periudhë të vitit janë tepër të larta, duke i cilësuar ato si të pazakonta. Sa më tepër vitet kalojnë, aq më shumë thonë qytetarët se ngrohet koha, ndryshon klima në Vlorë. Pavarësisht këtyre ndryshimeve, qytetarët shprehen të kënaqur me temperaturat dhe motin e mirë. Ata thonë se shëtitjet buzdetit në lungomare me kohë të mirë dhe me diell i shijojnë tepër. Behari vazhdon ende në Vlorë? Po, vazhdon. Behari shumë i këndshëm, shumë i mirë, ka shumë e mirë, gjuna mos lërë sot. Na i ka dhënë Zoti këtë mrekulli. Ta bën që gjini vjetë? Shumë. Si kishe këto temperatura? Janë të larta? Temperaturat janë jo të larta, janë shumë të relaksuese. Relaksuese, po jemi në vjesht. Vjesht, po. Po varet në organizmi si përballon atë ngrojen, më thoftoj. Mund të themi që ka ndikuar ngroja globale që s'po njihen më stinët ku jemi në Po vjesht. dhe mundet, po pastaj Vlora e ka këtë klimë. S'ka dimër Vlora, pse thonë 3 ditë shi, 3 ditë borë, iku dimri Vlorë. Ha që ka Qyteti bekuar. Qyteti bekuar, po. Si e kalon fundjavën? Fundjavën unë e kaloj nga hëna në të diel duke dalë sepse jam në shtëpi pensioniste. Apo ja. Po si s'vazhdon behar për gjithmonë. Nuk po ndihen më stinët, qash, vjesht, dimër. Nuk ndihet akoma as vjesht as dimër. Dalim Ko mesatare. me të shkurtra. Me të shkur plazh bëjnë. Plazh bëjnë. Po kështu. Shijon kjo fundjava kështu në këto kushte? Po si na shijon, shijon shumë e bukur sot, ditë e diell, shko njerëzit si shëndicin. Me zi e pristin, dalin Po si, atë mirë pafshin. Si e kalon fundjavën? Ma tregon do të çfarë bën? Me hallet që kemi, nxjerr dhe këtë shonin në xhira. Po shijon shëtitja nga deti? Ndoshta me këto temperatura? Ja që marrim ajrin e pastër atë. Janë pas zakonta për ty këto temperatura? Se jemi Po këto janë të pazakonta. Tepër të larta? Tepër. Tamam sikur është behar. Tani do të ishin çik më të ulta temperaturat, se s'vjesht. Nuk po ndihet fare ndryshimi i stinëve. S'po ndihet as ndaj beharit edhe kësaj. Të shijon kjo fundjavë? Tani i shijon të tërë, jo vetëm mua. Çfarë bën kryesisht? Unë jam pensionist, ndarë shëtitje, kaq, çfarë do bëj? Sheh njerëz që bëjnë ende plazh sot. Po, patjetër edhe bëj, ai që e ka që bën akoma. Ai se ka. Ngroja globale Ndikon si jo. Nuk dallohen më stinët. S'dallohen më tani, çkush behari, çkur është dimri. Behari, Po patjetër. E ka bekuar Zoti. Në qytet përgjatë kësaj fundjave, të diellet e parë të nëntorit të përafrohet imazhi i sezonit veror. Dielli, deti dhe klima e mirë kanë bërë që qytetarët të dynden në shëtitjet buzdetit. Shumë edhe kanë guxuar që të jenë larë, ndërsa shumë të tjerë e kanë shfrytëzuar Bregdetin për ecje, por edhe për aktivitete fizike. Edhe trafiku i automjeteve ka qenë tejet i rënduar këtë fundjavë. Gjithashtu, ka patur një rritje të prenotimeve në një sit hoteliere, ndikuar nga dyndja e pushuesve vendas për të kaluar fundjavën në qytetin bregdetar.